Një prej të pandehurve për vrasje me paramendim që u nxorr zbuluar për krimin e dyshuar nga shoku i dikurshëm Nureddin Dumani, lëshoi akuza të forta ndaj tij brenda sallës së gjyqit. Para tokave të zeza, Petrit Qoli tha se është i lumtur për krijimin e institucioneve të reja të drejtësisë, ndërsa rrëfimet e Nureddin Dumanit i konsideron baltosje. Si çdo shqiptar dhe ato të diasporës, jam i lumtur për SPAK dhe GKKO. Dumani si vrasës me pagesë shijon jetën jashtë sallës dhe ne baltosemi. Ai do Coca-Cola, palestër dhe femra. Jam dobësuar 40 kg, jemi në burg kot. Jam 25 vite besimtar, prokuroria dhe gjykata mund të ma heqin baltën. Kam frikë se do vdes nga veremi, jo nga burgu. Ai është mongol leshator, do bëhemi si Nureddini, do vrasim 5-6 vet dhe 5 milion euro të groposura, dalim dhe marrim statusin. Sot, Nureddin Dumani nuk ishte prezent në sallën e gjyqit, sipas tij për arsye shëndetësore. Ky i fundit ka treguar për SPAK, sagën e vrasjeve të 12 viteve të fundit, ndërsa për Festim Qolin, vëllain e Petritit, ka rrëfyer se është porositur të ekzekutojë nënë e birë. Fjala është për vrasjet makabre të Elvis Dedës në 2012, e një vit më pas edhe të SM-s së tij Fatmira Dedës. Në dosjen e prokurorisë së posaçme, Elvis Deda del se u vra pas konflikteve për një karburant, të cilin viktima e kishte në bashkëpronësi me Festim Qolin. I penduari i drejtësisë tha se vrasjen e të ëmës së tij e kreu së bashku me Talo Çelën, pasi ajo shfaqte interes të përditshëm në prokurori që të zbardhej vrasja e të birit. Pasi e ndoqën, Nureddin Dumani dhe Talo Çela e inskenuan ekzekutimin e saj për ta bërë të dukej si grabitje. Seanca e radhës u caktua në datën 4 mars.